tash pas një periudhe relativisht të gjatë në media, në sektorin e elektroenergjetik e kështu me radhë, po është arsyeshme, po është si sfidë personale, që kontributin tem ta vazhdoj në politikë. Po, politika është interesante, është edhe sfiduese, është garë, do më thonë bitë gjitha, garë cilën njeriu paspari nuk e din partia ku ti e rendit sa do të fitoj, ne jemi të bindur që do të fitojmë bajagi shumë, po e dyta nuk e dim a do të na zgjedhin qytetarët mua ata se cilin qytetarë do ta kenë zgjedhjen e tyre, po duhet ta përsëris prapë është sfidë. E para. E dyta, pa diskutim që ne jemi në vend në zhvillim ekonomik, dhe me thonë nuk jemi vend i varfër, nuk klasifikohemi si vend i varfër, klasifikohemi si vend në zhvillim, dhe unë dua ta shoh dhe ndroj ta shoh Kosovën si vend të zhvilluar. Është punu shumë gjatë këtyre viteve, GDP-ja Kosovës